Një lajm i pabesueshëm ka ardhur së fundmi nga Federata Angleze e Futbollit. Pak më parë, anglezët kanë njoftuar se ndeshja mes Anglisë dhe Shqipërisë, e para në grupin ton për kualifikuesit e botrorit, nuk ka më bileta në dispozicion. Pra janë shitur të gjitha biletat e mundshme për këtë përballje. Kjo ndeshje do të luhet në datën 21 mars në Wembley Stadium. Ky stadium ka një kapacitet prej 90.000 vendeve, çka do të thotë se janë 90.000 bileta të shitura. Sipas një përkëthimi të interesi kaq të lartë, në stadium mund të ketë më shumë se 30.000 shqiptarë. Duhet theksuar se janë shitur sot të gjitha biletat, ndërkohë që është data 4 shkurt, ndërsa ndeshja zhvillohet në datën 21 mars, pra thuajse një muaj e gjysmë përpara takimit. Është e pamundur që anglezët të kenë një interesim kaq të madh për një përballje kundër Shqipërisë, që për ta konsiderohet si një rival i lehtë dhe jo të rreqës në emër. Në dy ndeshjet e fundit që ka luajtur Anglia në shtëpi kundër Irlandës dhe kundër Greqisë, ka pasur rreth 79.000 tifozë në stadium, ndërkohë për ndeshjen me Shqipërinë, një muaj e gjysmë përpara takimit, konfirmohen 90.000 tifozë në stadium. Kjo tregon qartësisht se shqiptarët nuk do të ndalen vetëm me përqindjen e ulët të biletave si një ndeshje transferte, por kanë blerë shumë bileta edhe në krahun e Anglisë, padyshim që në stadium do të krijohet një atmosferë që do të ngelet gjatë në kujtesën tonë. Dihet tashmë që shqiptarët kanë emigruar pafundësisht shumë në vitet e fundit në tokën angleze, dhe ky emigrim vazhdon të shtohet drejt Anglisë. Madje nga kjo lëvizje e emigrantëve shqiptar ka përfituar edhe kombëtarja jonë, pasi shumë talente shqiptar janë rritur dhe prodhuar në Angli, si Armando Broja, Anis Mehmeti, Maldin Kacuri, Armando Dobra dhe shumë emra të tjerë. E teksa ndalemi te Armando Broja, duhet të përmendim edhe një lajm fantastik. Sulmuesi shqiptar, ashtu siç ju kemi treguar edhe në ekskluziven e mëparshme, nuk ka pasur një dëmtim aq të rënd sa e theksoi Evertoni. Këta të fundit kërkonin që ta largonin shqiptarin, pasi nuk dëshironin që të zinte vendin e një tjetër lojtari, pasi ishte vetëm në huazim dhe përfituan nga dëmtimi i tij për ta zmadhuar më tepër situatën. Megjithatë, sipas lajmeve të fundit, Broja do të qëndrojë te Evertoni, pasi Chelsea nuk e ngri lojën e pisët të Evertonit. Sulmuesi shqiptar do të jetë gati në fundin e shkurtit për të luajtur dhe kështu do të ketë rreth 30 ditë kohë për të përgatitur sa më mirë dhe të jetë gati për ndeshjet e kombëtares që në muajin mars.